Gjatë kësaj periudhe të verës, në natyrë mund të gjejmë shumë bimë që kanë qenë të njohura dhe të përdorura tradicionalisht prej prezash. Sot do t'ju tregoj 3 prej tyre: kinfushën, lulebasanin dhe shinglën, të njohur edhe si ebole. Do t'ju tregoj si njihen, kur mblidhen dhe për çfarë janë përdorur. Por, si gjithmonë, është shumë e rëndësishme të sigurohemi për identifikimin e saktë të bimës dhe të mos përdorim bimë mjekësore pa njohuritë e duhura. Po filloj me kinfushën, një bimë e vogël që mund të mos tërheqësh me një herë vëmendjen, por lulet e saj roz e bën shumë të veçantë. Emri botanik Centaurium erythrea. E gjejmë në livadhe, vende me barë dhe toka të hapura. Gjatë verës është në lulëzim dhe pikërisht gjatë periudhës së lulëzimit mblidhet pjesa mbitoksore e bimës. Kinfusha është përdorur në preparate bimore, veçanërisht për shkak të përbërësve të saj të hidhur. Në traditën bimore është njohur kryesisht si bimë që lidhet me tretjen dhe oreksin. Kur mblidhet, duhet të zgjidhen bimë të shëndetshme dhe të pastra, larg vendeve të ndotura. Pas mbledhjes, bima thahet në një vend të ajrosur dhe pa diell të drejtë për drejtë. Dhe një këshill shumë e rëndësishme, vetëm fakti që është një bimë e përdorur tradicionalisht, nuk do të thotë se është e përshtatshme për çdo person. Sidomos nëse përdoren barna ose ka probleme shëndetësore, duhet kërkuar këshill profesionale. Në saj të heteroziteve të hidhura dhe të substancave të tjera, bari i kinfushës përdoret për të shtuar lëngun e stomakut dhe për të përmirësuar oreksin. Rekomandohet si mjet që aktivizon tretjen. Për ta përdorur, një lugë çaji me barë të grimcuar hidhet në një enë, kushtohet 1 gotë me ujë. Zihet 5 deri në 10 minuta dhe çaji që fitohet, kullohet dhe pihet në një gjysmore para buke. Lulebasani, Hipericum perforatum. Tani kalojmë te një bimë që shumë prej jush besoj se e njohin. Kjo është lulebasani me emrin botanik Hipericum perforatum. Lulet e verdha janë karakteristike dhe kur i shikon nga afër, bima ka disa veçori shumë interesante. Lulebasani ka një histori të gjatë në përdorimin tradicional bimor. Pjesa mbitoksore, veçanërisht kur bima është në lulëzim, është ajo që është përdorur tradicionalisht. Është njohur në mjekësinë popullore për përdorime të ndryshme, ndërsa sot lulebasani është studiuar edhe për përbërësit e tij aktiv. Në saj të esencës, pigmenteve, rrëshirës dhe tanineve që përmban, bima është shumë e dobishme sepse pengon zhvillimin dhe rritjen e mikrobeve, antiseptik në plak, puçra dhe djegje. Në këtë raste këshillohet vaji i lulebasanit për përdorim të jashtëm, që fitohet duke maceruar barin. Veç kësaj, bari është përdorur nga goja, është e efektshme në proceset metabolike, në sëmundjet e traktit tretës, të mëlçisë, të ëmbëlsit, në hemoragjitë e traktit tretës dhe të mushkrive, në pagjumësi dhe në sëmundje të veshkave. Ajo përmirëson qarkullimin e gjakut dhe shqetëson gjendjet me tension nervor. Në saj të këtyre vetive, lulebasani përdoret si mjet sedativ, antiflogjistik dhe diuretik i lehtë në sëmundjet të traktit tretës që vijnë nga pamjaftueshmëria e aktivitetit të stomakut, mëlçisë dhe të ëmbëlsit, në gjendje ngacmimi e ankthi, në rastet e gjumit të çrregullt, si dhe në sëmundje të veshkave. Mjekësia jonë popullore po punon për të parë përdorimin e barit për mjekimin e gastritit dhe të ulçerave të stomakut. Dhe bima e tretë është shingla, e njohur edhe si ebul me emrin botanik Sambucus ebulus. Është një bimë barishtore që mund të arrijë një lartësi të konsiderueshme dhe mund të dallohet nga pamja e saj karakteristike. Kjo është një bimë për të cilën duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm. Në traditën popullore janë përdorur pjesë të ndryshme të saj, përfshirë frutat dhe rrënjën,
por nuk ju rekomandoj t'i përgatisni ose t'i përdorni vetë në shtëpi. Pjesë të bimës, sidomos frutat e papërpunuara dhe pjesë të tjera, janë toksike dhe mund të shkaktojnë shqetësime nëse konsumohen. Rënja përmban një hidhtinë të papërcaktuar, esencë tanine, sasi të pakta të acidit cianhidrik dhe saponina. Frytet përmbajnë acide organike. Rënjët nxisin pështjellimin. Në doza të larta shkaktojnë vjellje. Shingla konsiderohet helmuese. Përdoret si mjet diuretik e laksativ dhe diaforetik i lehtë në pezmatimet e rrugëve urinare, në pezmatimet e fshikës së urinës. Gjithnjë nën mbikëqyrjen e mjekut sepse bari është shumë helmues. Në doza të mëdha mund të shkaktojë vjellje dhe diare. Ka patur raste helmimesh vdekjeprurësi tek fëmijët që kanë ngrënë fryte shingle. Në disa vende frytet shfrytëzohen për ngjyrosjen e verërave. Pra sot njohëm 3 bimë që mund t'i hasim në natyrë gjatë kësaj periudhe. Secila prej tyre ka karakteristikat e veta dhe një histori të gjatë në përdorimin tradicional bimor. Por, mos harroni, një bimë mund të jetë e dobishme në një rrethanë dhe e papërshtatshme ose e rrezikshme në anën tjetër. Prandaj mos mblidhni dhe mos përdorni një bimë vetëm sepse e keni parë në internet apo e keni dëgjuar nga dikush. Mësoni ta identifikoni sakt dhe të përdorni duke u këshilluar me një profesionist. Nëse ju pëlqejnë këto video ku ju tregoj bimët që rriten rreth nesh dhe historinë e përdorimit të tyre, më shkruani në komente se cilën bimë dëshironi të shohim në videon tjetër. Shihemi në videon e radhës nga Baçja Magjike.